Në fakt, të gjitha institucionet kanë pasur çfarë të bëjnë më herët. Protesta tash edhe dalja e njerëzve për gjitha taboreve politike është për shkak se protesta si e tillë është produkti vetë gjykatës speciale. Nëse kujtojmë përballjen e zotit Haradinaj me Tribunalin e Hagës, ka pas solidarizim të qytetarëve të Kosovës me zotin Haradinaj, po s'ka pas protest kundër. Edhe në fillim ka pasur solidarizim me liderët UÇK-s që po përballen me gjykatën speciale, po s'ka pas protest kundër. Protesta është rezultat i padrejtësive që janë bërë brenda vetë procesit. Domthonjë dalja sot njerëzve në shesh me protestu është protestë ndaj padrejtësisë, jo protestë ndaj drejtësisë dhe ndaj procesit drejtësisë. Sepse kam përshtypjen që te ne ka pas shumë predisponim bile që secili autoritet, që secili komandant, secili njeri me kaluar në një proces të zakonshëm gjyqësor, në fakt nuk ka komandant zonës se ka kaluar një proces gjyqësor pas lufte, zonës UÇK-s, nuk ka autoritet që s'ka kaluar nëpër procese gjyqësore, por nuk ka ndodhur protesta. Kjo është po mendoj protesta e parë ndaj një procesi gjyqësor. Se as në kohën e Haradinajt, e përmenda edhe më herët, ka pas shumë solidarizim, ka pas këngë që këndoheshin, ka pas aksione solidarizuese, solidarizim të fuqishëm, po jo protest. Jo protest kundër procesit. Kjo është protest kundër procesit. Për shkak se procesi i ky proces prej fillimit ka qenë politik. Do të thotë Serbia në momentin kur është shpall pavarësia e Kosovës, i ka pas 3 leva të cilat i ka përdor për me vazhdu rezistencën karshi Kosovës. E para, ky organizimi i brendshëm i strukturave paralele që ka vazhdu, por që me marrëveshjen e 2013 në dialog mes Thaçit dhe Daçiçit e marrin goditjen përfundimtare sepse ato në një farë forme pranojnë tërthorazi Ahtisarin. Leva e dytë ishte adresimi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të 2010-s dhe leva e tretë ishte raporti Dikmartit. Pra, nëpërmjet organizimit brendshëm, nëpërmjet delegjitimimit të aktit të shpalljes dhe kriminalizimit të luftës së çajin liri, Serbia u mundu me kriju një realitet që e zhbën të drejtën tonë për me pas shtetin. Fatmirësisht, për shkak të mbështetjes madhe ndërkombëtare, sfidën e parë fitum, gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë e fitum. Po nuk patëm qatë shumë fat në këtë adresimin e raportit Dikmartit. Për shkak se dorën zamë raportit Dikmartit e filloi pastaj me u përdor si lev kundër autoritetit të pakontestueshëm të Hashim Thaçit. Është sikur sot më janë nxjerr Albin për me bë krahasim kështu, sikur sot më janë nxjerr në raport Albin Kurtit edhe me fillu m'ja përdor si formë presionit vazhdueshëm sa herë që ky përballet edhe kundërshton projekte të caktuara që vinë në zyrën e tij. Edhe kështu filloi edhe një lloj presioni edhe i brendshëm, edhe i jashtëm, edhe i kritikëve në karshi Thaçit. Pra, ky raport i Dikmartit përdori si një lev që nxirrej sa herë që i humnin argumentet me Thaçin edhe ishte erdhëm para kësaj situatës ku ose rrezikohej të krijohej një gjykat, një tribunal ndërkombëtar, ose një gjysëm gjykatë që është kjo e Kosovës. Në fakt, pafajësia e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mungesa e zinxhirit komandues, përgjegjësisë komanduese, janë të vërtetuar prej tribunalit të Hagës, që në hierarkinë e gjykatave është gjykata më e lartë ndërkombëtare. Tash kjo është shumë më poshtë në hierarkinë e gjykatave, gjykata speciale, nuk e ka kredibilitetin as lartësinë që e ka pasur gjykata tribunali i Hagës. Unë mendoj që ka zgjat pak më shumë sa që duhet për shkak të mungesës së një kohezionit brendshëm, mirë që 5 vjet mas u kriju kjo kauzë, besoj që brenda 2-3 muajsh do të përfundojë edhe kjo betejë e Kosovës karshi legjitimimit të saj ndërkombëtar. Po natyrisht do duhet shumë kthjellësi që me pa cilat janë betejat që mund të na presin pas kësaj. Sepse unë nuk mendoj që Serbia prap ka me hesht. Unë prap mendoj që ka me pas një përpjekje tjetër, qoftë nëpërmjet polarizimit brendshëm, qoftë nëpërmjet ndonjë projekti të ri për me e sfidu